Kanë vdek shumë njerëz, e asnjë thot nuk është ringjallur. Mos u merrni me budalliqet koti. Më duket se ju kanë bërë shplarje truri njerëzve. Në fakt, ne do të ringjallemi. Argumentet e ringjalljes janë të shumta. Allahu i lartësuar, krijuesi i gjithësisë, që çdo gjë që na rrethon, vetja jon tregon se ai është krijuesi. E pra Zoti i gjithësisë tregon në Kur'an se ne do të ringjallemi, se ne do të dalim para tij. Allahu i lartësuar na ka dhënë shembuj të shumtë për ringjallje. Reshjet e shiut që bien mbi një tokë të vdekur, prej saj dalin bim të gjalla. Kjo është argument se ne do të ringjallemi. Allahu i lartësuar ka krijuar krijesa më të mëdha se ne, se njeriu. Atëherë për Zotin i gjithësisë është tepër e lehtë që të na ringjallë. Zoti i gjithësisë është ai që na ka krijuar herën e parë. Për Allahun e lartësuar është tepër e lehtë që të na ringjallë. Sa padrejtësi janë bërë në botë, sa njerëz kanë bërë padrejtësi, a mendon se nuk do të gjykohen, nuk do të ketë një ditë drejtësi, patjetër që do të ketë drejtësi, patjetër që do të dalim para Zotit të gjithësisë. Nuk ka më mirë se sa njeriu të besojë botën tjetër. Sepse bëhet njeri më i mirë për veten, për familjen, për shoqërinë. E di që i di do të dalë para Zotit gjithësisë. E di që ka xhenet, ka xhehenem. Po ashtu, edhe kjo që ti përmende, ndarja me ata njerëz pra që të kanë vdek shumë njerëz. Nëse do të besosh ditën e gjykimit, do ta kesh më të lehtë, sepse elhamdulillah do takohem me ta. Shpresoj tek Zoti i gjithësisë që do takohem. Shpresoj që do të jem me ta në xhenet. Sa ndjenjë e keqe është kur nuk beson. Kur nuk beson ditë gjykimi. Kur nuk beson që do të dalësh para Zotit të gjithësisë. Unë të ftoj të reflektosh. Të ftoj të mendosh, të besosh. Të ftoj të thrasësh mendjes, të lexosh Kur'anin. Dhe më beso se ka për të ndryshuar edhe jeta jote.